Uji me limon, çfarë shkakton për diabetin, tensionin dhe kapslëkun? Mjeku jep lajmin e papritur. Uji me limon është një mënyrë shumë e mirë për të nisur ditën plot me ushqyes dhe vitamina të duhura, por uji me limon nuk ka përse të pihet vetëm në mëngjes, sipas ekspertëve të ushqyerjes së shëndetshme. Uji me limon gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë për çdo qelizë të trupit dhe ka efekte të mira pastruese për të. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse e përdorni ujin me limon, do të keni përfitime të mira alkaline, që do të thotë se sistemi juaj tretës do të përfitojë ndjeshëm nga vlerat e tij, duke ndihmuar të keni një organizëm më të fortë, më të shëndetshëm dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Uji me limon, nëse përdoret si duhet, ai do të ofrojë një mënyrë alkaline për trupin, që do të thotë se sistemi tretës do të jetë gjithashtu përfituesi kryesor nga këto vlera. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një rrugë të mirë komunikimi mes qelizave dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve. Limoni nxit çlirimin e bakterieve të sodiumit nga zorrët tuaja, duke përmirësuar kështu më mirë sistemin tuaj tretës dhe duke evituar komplikacionet e zorrës së trashë. Uji me limon ju mban më të hidratuar dhe përmirëson funksionet më të mira të muskujve dhe tretjen. Ahtësia e limonit nxit prodhimin e lëngjeve në funksionet më të mira të muskujve, duke i dhënë atyre edhe një tretje më efektive. Po përse është kaq i mirë uji me limon? Limonët kanë një shije të mirë dhe janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, polifenoleve gjithashtu edhe antioksidantëve të tyre të vlefshëm. Pirja e ujit me limon që në mëngjes do t'i jap trupit të gjithë antioksidantët të rëndësishëm për shkak të se uji me limon i konsumuar çdo ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për freskimin e organizmit. Por mëngjesi ka një rëndësi të veçantë për shkak të sasisë së ujit me limon që shtoni. Pirja e një gote me ujë me limon në mëngjes ka efekte të mira hidratuese pas një nate të gjatë dhe gjithashtu urije të madhe. Ekspertët thonë se kur zgjoheni në mëngjes, trupi është i dehidratuar dhe për të marrë të gjitha përfitimet e duhura për aktivitetet ditore, shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një rrugë të mirë komunikimi midis hidratimit të duhur të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Pirja e një gote me ujë në mëngjes mund të jetë një rëndësi të veçantë në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët thonë se për të nisur ditën mbar, uji me limon është aftësia më e mirë edhe për të evituar komplekset që i krijojnë organizmit nga një ditë e gjatë dhe gjithashtu shumë e ngarkuar. Uji me limon, duke u konsumuar si duhet në dietën tuaj, do të përbëjë një faktor të mirë lehtësues kundër komplikacioneve të shëndetit. Vitaminat C që gjenden tek fruti i limonit do të luajë një rol fantastik për shëndetin tuaj dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Limoni është një nga frutat më të rëndësishëm ushqyes dhe si pjesë e një diete të rëndësishme shëndetësore, ai mund të luajë gjithashtu një rol të mirë për pastrimin e zorrës. Kur pini ujë në sasi të lartë, ju stimuloni kështu lëvizjen tuaj të zorrëve. Për këtë arsye, pirja e ujit me limon ndihmon që të rregulloni traktin tuaj digjesiv. Nëse keni vështirësi me jashtëqitjen, kjo është një nga mënyrat më të mira për të rregulluar sistemin tuaj tretës dhe për të evituar kështu komplikacionet e saj. Pirja e ujit me limon do të pastrojë mbetjet tuaja nga organizmi dhe do të ofrojë një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e ujit me limon për një zorë të shëndetshme dhe më pak probleme që i shkaktohen sistemit tuaj tretës. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një mënyrë të mirë për të nxitur shëndetin dhe për të evituar komplikacionet. Uji me limon do të largojë toksinat nga zorët dhe do të pastrojë organizmin. Kur dilni jashtë, atëherë automatikisht ju pastroni trupin tuaj nga toksinat. Sa më shpesh që të pini ujë me limon, aq më të pastër do ta keni organizmin tuaj. Dhe kështu do të ndihmoni të keni një kontroll më të mirë të zorrës dhe të evitoni komplikacionet e saj.
Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë lehtësues edhe për dhimbjet tuaja të kokës, duke u relaksuar në situatat më të vështira dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm më të shëndetshëm. Ka një arsye pse uji me limon duhet të konsumohet në dietën tuaj. Dehidratimi është një arsye. Personat që vuajnë nga dehidratimi kanë më shpesh dhimbje të forta të kokës. Pirja e ujit me limon parandalon dehidratimin. Prandaj nisja e ditës me një gotë me ujë me limon në përgjithësi mund të të ndihmojë shumë në këtë aspekt të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Sipas ekspertëve, shtimi i ujit me limon do të ofrojë të keni një lëkurë më të bukur dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Uji i esëll në mëngjes gjithashtu mund të ndihmojë në pastrimin në thellësi të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Ndaj shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore me stomakun bosh do të përmirësojë hidratimin e lëkurës dhe do të evitojë komplikacionet e një lëkure të thatë dhe të acaruar. Uji me limon njihet si ndërpjet më të dobishme për sistemin tuaj të organizmit dhe atë tretës. Dhe një organet që merr benefitet më të mëdha nga konsumi i ujit me limon është edhe lëkura. Limoni është i pasur me vitamina dhe minerale të ndryshme, çka do të ndikojë pozitivisht edhe për të marrë vitaminën C, antioksidante dhe do të ndihmojë gjithashtu të keni edhe një ngadalësim të plagës së lëkurës dhe parandalimin e krijimit të akneve. Shtimi i ujit me limon në recetat tuaja ditore do të rrisë prodhimin e kolagjenit. Lëkura e pasur me kolagjen është e shëndetshme dhe gjithashtu edhe më e fortë. Uji me limon detoksifikon lëkurën tuaj, ndërsa vitamina C që gjendet kryesisht tek limoni ndihmon në prodhimin më të mirë të kolagjenit, i cili është shumë thelbësor për shëndetin e lëkurës dhe jo vetëm. Uji me limon gjithashtu është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për lëkurën me puçra për t'i rikthyer asaj shkëlqimin e munguar. Ndaj shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore sigurisht që do të jetë një nga faktorët më të mirë kontribues edhe për lëkurën tuaj kundër akneve. Në veçanti ajo do të eliminojë bakteriet të cilat janë përgjegjëse për puçrat dhe lëkurën e ndjeshme, ose edhe atë më problematike. Gjithashtu, uji me limon i shtuar vazhdimisht në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që të pini ujë me limon në vaktet tuaja ditore edhe për funksionet më të mira të gjendrës mbiveshkore. Gjendrat mbiveshkore janë ato gjendra të vogla që prodhojnë kështu hormonin e nevojshëm të kortizolit, i cili ndihmon në rregullimin e funksioneve të tilla siç është për shembull metabolizimi. Për të mbajtur gjendrat e veshkave të shëndetshme, konsumoni rregullisht ujin me limon. Ullumtimet kanë treguar një zëri se shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të përbëjë një urë të mirë komunikimi ndërqelizor dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përdoreni atë si duhet në dietën tuaj dhe rezultatet që do të merrni do të jetë një lëkurë më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe gjithashtu pa efekte të ndryshme anësore. Mbrojtja do të jetë më e madhe në betejën kundër radikaleve të lira nëse shtoni ujin me limon në dietën tuaj. Studimet kanë treguar se një nga vetitë më të rëndësishme të vitaminës C është aktiviteti i saj antioksidues. Prandaj, edhe mbrojtja e qelizave nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira mund të jetë më e madhe nëse shtoni ujin me limon në vaktet tuaja ditore. Dëmtimi nga radikalet e lira mund të shkaktohet gjithashtu nga ushqimet e skuqura, ndotja e ajrit, pirja e alkoolit, duhani e të tjera. Fatkeqësisht, radikalet e lira ndodhen kudo dhe mund të krijojnë vështirësi të mëdha në shëndetin tuaj. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë mënyra më e mirë për të nisur ditën dhe për të parandaluar komplikacionet e organizmit. Ndaj përdoreni atë si një ndihmë natyrale efektive për shëndetin dhe të evitoni gjithashtu problemet që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar për shëndetin dhe parandalimin e problemeve të tij. Ndaj mos nguroni që ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja ujin me limon si një lehtësuese mjaft e mirë për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.